Horizonti vetmuar nga Kastriot Fetahu. E ndjej në kocka, si pincat e reumatizmës në kohë të vranët, vakumin e Tiranës. Një këngë vaj mbështjell trishtimin, ndërkohë që kufit e gjuhës janë ngushtuar. 3 njerëz më pak gjeta këtë verë. Nëna ime nuk më priti. Shoku i ngushti ku përgjithmonë, kurse tjetri ka marrë arratin. Ne, të arratisurit, nuk ju dukemi shpresë së dhënës. Na shihni si një gung gamiljeje që nuk të mban ekuilibër. Dua të dorëhiqem si emigrant, po kush do të ma pranoj atë? Në fundjavat që zgjatin 7 ditë, Tirana lëviz si një hipopotam në Ludzën, pranë bregut, pa histori zemre dhe me rebelim të vrarë. Burgjet hipokrite janë në mod, ndërsa Marksi statuje ringjallur me mjekër të kuruar. Një borgjezere, nga makina më ulëriu në rrugën Sami Frashëri, pse ka përceva trotuarin para saj. Ceremonit fetare me rite heretike, në të cilat janë shtuar njerëzit që nuk duan poetët. Madrigal nuk dëgjohet më. Një piktor në Buselanës flakut e lajën me ca fjalë në përdhëmb dhe u largua me një Volkswagen të kuq, pse asimetria e brigjeve nuk pikturohej dot. Kapelja e grisur e një pianeci kronik lundron mbi ujë me lëvizje robotike si një çati, ku pika e zhdukjes lëviz vazhdimisht dhe nuk më lë gjumë në sy. Kastriot Fetahu, interpretoi Artemis Prifti.